Fillim e mora një vetur tondrave, i cili ma bo një dhurat shoqe, edhe ka qenë diçka shumë një surprizë shumë e madhe për mu. Jo që është prej shumë qtrejtave, nështë po është thjesht vetura ondrave. Edhe pas asaj një miting në Shkup që është mbajt, miting e veturave sportive tuning, do më thonë show i veturave tuning. Unë e ku marrë pjesë aty. Herën e parë dhe jam nuk e di atë ëndrrën që e kisha pas e ngjalla brenda vetes që kom pas. Kështu që prej aty fillova me udhëtu ka shkojshin gjithkohon këta vetura tuning. Do më thonë, që aty e gjeta veten. Vazhdova edhe, do më thonë, edhe shoqe njëkohësisht e kisha si mbështetje, më thëke vazhdoje, pse jo. Kjo ishtë shumë, do më thonë që koha e duhur, që edhe financiarisht, edhe punojsha vetë, kisha kohë nështë për gjithë shka. Po. Ajshe, po më bënë përshtypjes edhe para podcastit, e diskutuam edhe më bëni shumë përshtypje, dhe më thonë mbështetja bashkëshortit që shqyua e tregut, edhe tash për dëgjoj që aj pas ka qenë edhe një farë një smëtari i kësaj, përderisa ka qenë aj dhurusi veturës. Po, në fakt edhe aj ka pos, do më thonë me kupton këtë pjesën e veturave që sportive që janë, se ka kalu vetë një periud që ka marrë pjesaj në për kësi gara në Zvicër. Aha, okej. Kështu që e kuptoj ke edhe botën tam që shembull shumica e njerëzve nuk e kuptojnë, gjykojnë, po derisa nuk e ndjenë se cili profesionin e vetë. Do më thonë unë e shoh kënaqësinë aty. Edhe kështu që aj më ka shty, në fakt, unë najherë ndalsha, për shkak se si femër e parë në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, është pak, nështë gjykime nuk kom pas shumë, po kisha frikë që mos flitet. Kom pas nështë anaj gjykim, jo rrugace, jo pimëson rinin me rrugë të këqia, nuk e di, po zakonisht unë e kom përcjell edhe një mesazh që ka vende ku mujnë me shprej talentin, dhe me morë diploma ose kupa, do më thonë që mos bojnë gabime rrugë. Edhe unë e kom përcjell mesazh që mujnë mu lajmëru në kësi vende edhe me morë pjesë, por nuk kom dhonë mesazh që me bo senet paliqme, legale në fakt. Qka i bën shqiptarët atje me mendu që një gru, se realisht ti mirë po thu, unë nuk kom bo diçka ilegale, do me thonë ose të jashtë liqme, po qka i bën shqiptarët atje me mendu që një gru e cila merr pjesë, tu e di që edhe ekstra je familjare, non, bashkëshorte, më thonë, mu kriju kjo përshtypje që veç pse merr pjesë në garat veturave me qenë që kjo mendësi. Qka e bën? Qka po mendon? Nështë krenaria e kanuni, pak burnia. Okay. Mendimi jem, tashti jo grunë se lopë, se me lopë mes meshkujve, po nuk e di si cili e ka mendimin e vetë, do më thonë unë kam shumë mirë kuptim mes meja dhe shoqet, burrit, kështu që na e kena një gjutë për bashkët, gjithë shka e bojmë bashkë. A merr pjesë bashkëshorti gjithmonë aty, është prezent gjithmonë kur je pjesë? Unë jemi një ekip, do më thonë bashkëshorti është vllau, edhe janë jo dy shokë me tini në përshëndes për zëmërsisht, që gjithmonë janë aty për që me ndrojnë gumat kur ti djegi. Edhe është një shok i Shqipërisë që kujdeset për veturën që e kam të driftit, në fakt. Aha, okej. Po, a mund është tash me na spjegu këto dallimet edhe mënyra qysh, do me thonë qysh ke fillu edhe në për çka po kalon? Sepse e tregove edhe drag race, tha, edhe në drift që je. Mirë, po ke fillu vesh me gara? Kom fillu me show tuning, do me thonë me zbukurim të veturës, do me thonë sa më shumë më duk sportive, me me, do me thonë, sikur në femra që zbukurohme që ashtu edhe... Okej, një hap jeshi. Po, një jeshi, ose me ule, ka loj, do më thonë, ata që mira me këtë sport e dinë se që është show tuning, sikur në Amerikë në fakt, edhe është
shpërblehesh në bazë modifikimit të veturës. Prej asaj kam fillu, edhe zakonisht në përmitinga që ka majtë show tuning ka pas edhe drift. Aha, okay. Kështu që gjatë shikimit ka ardhur diçka prej mrena, thosha, po mirë po bojnë, po nuk e kom di që dhe unë e kam marrë pjesë, po e kisha një farë energjie pozitive me provu. Edhe kur e kom provu, do më thonë, evoluosa që unë veç të kam e vazhdu edhe këtë lloj të sportit, derisa ishna tu e provu, bashkëshorti më tha që kam e të mbështetë edhe në qëtë pjesë, veç aje e zoja, kështu që më ka dhonë shumë energji pozitive bashkëshorti, edhe najherë kur jam dorëzu, kur kom thonë, jo, s'kam e mujtë, më ka thonë, ty mund është krejt, pëse s'ki me mujtë, edhe kështu që edhe ato e kom fillu. Është edhe vetura e garave të shpejtësisë në Drag Race që po du me marrë pjesë, veç po du me testu vetën sa kam aftësi edhe në atë lloj të sportit, kështu që pse jo, e kam derisa kom fillu me këtë sport, po munona me zbulu talentin ku e kam më të sakt. Por besoj që në drift nuk, veç prej driftit nuk kam ndërzu. Kam plane më të mëdha. Plane më të mëdha, mundesh me na tregu se unë realisht nuk është që pe di shumë çka pritet nëse merr pjesë në çdo drift që është diçka më ndryshe. Diçka më ndryshe është nëse, domethënë, kemi drift burnout, domethënë është vetë rreth rrotullim në vend. Aha, okay. Kurse drift më profesional është që i merr kthesat me shpejtësi, domethënë mu tashti kam planin me marrë një rrugë për në Itali, edhe me marrë licencë aty, domethënë me bo orë për drift, dhe diqe, kështu që besoj që ndoshta e kaloj provimin edhe kam qef me marrë pjesë në gara evropiane ose... Okej, e kjo licenca e kësaj pjese, domethënë e këtij specializimi në farë forme, nuk merret në Maqedoni? Në Maqedoni nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë, Jo. okej. Në Maqedoni veç se lejet e kjerët normal. Kështu që nuk kemi as pista ku muj me ushtru. Ndoshta najherë që është të nxezën, që kjo është, ndoshta muj me thonë që ilegal, mirë po unë këto ilegal e përdori veç kur ka me dal me publik. Do më thonë, një ditë para se me dal me publik, rrezikoj me marrë dënim ndoshta, se nuk e rrezikoj askënd aty, për shembull është veni qetë ku shkoj me praktiku. Të jashtme, do më thonë në për Evropë. Kështu që unë e kam ëndër ato, po deri sot që e kom pas ëndër e kom realizu, falë Zotit, nuk e di. Publika e përmende, do më thonë, fëmit a vinë me të po? Fëmit i kam fonsat flakt. Edhe këtë kur është me kjere? Po, si femnat, si djemë, do më thonë, kam pas raste që prindi ka pru vajzat e vogla dhe mi ka ofru janë të tranu mas teje, po kështë mu ka kesh se dhe kom thonën tash të kanë rrugën e hapne, mujnë me fillu këta, se krejti kom kaluane edhe të shamët, edhe komentët, kështu që e kom qelë rrugën, nuk është që di për tjera që vinë mas. Okej. E qatë thojnë djemët, po më interesën, djemët e tu, po më interesën me ditë. Djemët e mi kam bështetje, nuk është që më thojnë dishka, kanë qef non, ma shumë. Knaqen, po mas shumë të janë gjojtëm pas veturave që bojnë zo, do më thonë që kërsosin, këse këta të mijat nuk i doj shumë. Aha, okej. Kështu kur, qëso kohë e ke fillua ishe në këtë aktivitet, këtë angazhim? Po në show tuning kom fillu që 4 vite, kurse në drift kom fillu prej vjetë. Nëse s'ka boj. Kom marrë pjesë në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Në rrethin të Maqedonisë në krejt vene, do më thonë, jemi grupet Maqedoni që bo më bashkë, do më thonë, ofër ka raste që mbledhen më shumë se 600 vetura. Edhe për zgjedhësh për driftin, për zgjedhësh për veturën që e ke bo tuning, do më thonë me kategori.
Unë me veturën e amerikane Dodge Challenger që e kam, do më thonë futem kategorinë e Lady Car, për shkak se tash kanë fillu edhe disa Maqedone me kësi vetura sportive. Hejti femën, unë këmë thonë, jo jeni ma të fortë, se jeni meshkoj, nuk du të mja humbe edhe krenarini moshkulli. Për shembull, unë në shtëpi jam se jam rolin e gruse kam, edhe nuk i humbi ato, do më thonë, ata jam pjesë e jemja, jam edukume në familje fetare, familje tradicionale, kështu që edhe nona mi kam mësu do rregulla dhe qyshëm kam mësu, do më thonë, gjithçka në jetën tem është perfekt. E faleminderoj Zotin se edhe kam do më thonë, nëse donë ki ko për gjithçka. Pjesën tem të jetës normale, gjithëm, nështë ku morë gjykime që më thonë, hej mete veshin vetur. Edhe mu ka kesh, ku më thonë, jo, më vjen keq se ta njovës jam në obligim me fëmijët, detyra zakonisht sikur krejt nonat, punë, edhe kthej është punë të shtëpis, me la me fshi, me gatu, edhe ato nuk e kena që nuk i di, do më thonë, kam edhe atë pjesë që e bëj, edhe me shumë knatësi, kom dalë edhe shpesh në TikTok, jo kom prezentu në herë që kom bo, se jam detyru me pregadit dishka se më ka thonë shkon kuzhinë, edhe kom thonë jam e zoja edhe për në kuzhinë, kështu që kam kohë edhe mja kushtu kohën edhe Zotit, do më thonë, me falë namazin, me lexu Kuranin, gjitha i bëj se e kam mbështetje më të madhe derisa çdo dëshirë më ka plotësu është gjithçka që kum bo lutjet ndaj Zotit edhe më janë ofru, kështu që ndoshta ka kalu një periudhë, po u kon më e hajrit tash në këtë kohë me ardhë, kështu që Zoti e den mas mirti kur është me të pranu ajo lutje. Normal. Kështu që jam normal, kështu perfekt, nuk e di. S'ka munges të kërgjojt, si gru, si non. Çfarë rëndësie ka besimi për ty? E përmende namazin, çfarë rëndësie ka besimi për ty, Ajshe? Me thonë drejtën, po më pengon edhe shpesh në për disa faqe që i dëgjoj a shqiptaria, a feja, do më thonë, kjo nuk shkon bashk, për shkak se feja është fe, kombi është komb, shqiptaria është komb. Unë jam lumtur që jam pasporti muslimane, e dyta edhe flemderoj Zotin që më ka folë shqiptare. Kështu që se traditat tona janë shumë të mira dhe disa sende të kanuneve janë pak si tepërta, do më thonë që me fe femna është shumë më e ngritur se sa me kanune që e kanë, do më thonë e kanë bo ma herët. Do më thonë kur është koll buri, këto më kam pengu se me fe nuk e ki ashtu, e ki ëmbëlsin me zburit edhe gruas. Do më thonë, sa ma e qetë më konë me burë edhe burin dajteje, me ndimu njoni shoqet, me kalu një jetë lumëtur, me mirë kuptim. Do më thonë, këtu është dalimi veç se të kombi shqiptar. Për ndryshe, jam krenore që jam shqiptare dhe gjithkon kam qef me ngrit flamurin shqiponjen. Kështë që e kom bo edhe mes sërbëve, edhe komendu që kanë me më ofendu, po edhe pse kom bo prapë më kanë respektu shumë.